Përveç reagimeve shqetësuese të politikës dhe diplomacisë së shtetit gjerman ndaj devijimeve që sipas kritikëve, kryeministri Edi Rama po bën shtetit ligjor dhe luftës kundër krimit, reagimin e ka bërë Policia Federale e Gjermanisë. Një informacion i ardhur në pamfleti nga burime në kupolin e policisë së shtetit tregon se 2 javë më parë Policia Federale e Gjermanisë ka paralajmëruar policinë shqiptare për ndërprerje bashkëpunimi në disa dosje specifike. Ky paralajmërim është shoqëruar me argumentin se drejtues të policisë shqiptare në disa raste të shkëmbimit të informacioneve për aksione të përbashkëta kanë shkelur marrëveshjen e konfidencialitetit në partneritetin dypalësh për luftën kundër krimit të organizuar. Mesazhi që i është dërguar ish drejtorit Ilir Proda 3 ditë përpara shkarkimit të tij është shoqëruar edhe me referenca për 17 raste të reja në 2 vitet e fundit, për dekonspirim aksionesh, fshehje provash, mosdërgim të dhënave dhe vonesa në operacione të përbashkëta kundër krimit. Policia Federale ka pasur edhe më herët përvoja problematike me bashkëpunim me policinë shqiptare. Një nga rastet më të përmendura është ai bandës së Xibrakës, ku sipas raportimeve drejtues të policisë në bashkëpunim me prokurorët e çështjes dekonspiruan aksionin dhe u krijuan dyshime për ndërhyrje në provat e dosjes. Një tjetër rast i përmendur është operacioni i përbashkët me policinë e Spanjës dhe Europol për goditjen e një rrjeti call centerash të dyshuar për mashtrime financiare, ku sipas burimeve të sigurisë bashkëpunimi me policinë shqiptare u konsiderua problematik për shkak të rrjedhjes së informacionit. Nuk dihet se cilat janë 17 rastet e tjera për dekonspirim aksionesh, fshehje provash, mosdërgim të dhënave dhe vonesa në operacionet e përbashkëta të Policia Federale ka përfshirë në paralajmërim drejtuar policisë shqiptare për ndërprerje bashkëpunimi në luftën kundër krimit. Megjithatë, sinjalet e këtij shqetësimi janë bërë edhe më herët nga diplomacia dhe strukturat e sigurisë së Gjermanisë. Më 16 qershor 2025, zëvendës presidenti e Policisë Kriminale Federale të Gjermanisë, Martina Link, erdhi në Tiranë dhe u takua me drejtues të policisë dhe me drejtuesin e SPAK Altin Dumani, ku ngriti shqetësimin për dekonspirimin e disa aksioneve të përbashkëta. 2 javë pas këtij takimi më 30 qershor 2025, drejtori i policisë së shtetit Ilir Proda u thirr në Gjermani, ku u takua me ministrin e brendshëm të North Rhine-Westfalia, Herbert Raul, dhe zëvendës presidentin e Policisë Federale Gjermane, Peter Biederweiden, dhe me drejtorin e Bundeskriminalamt, Holger Münch. Më 17 nëntor 2025 në Shqipëri erdhi ministri i jashtëm i Gjermanisë, Johan Wadephul, i cili u takua me ministren e jashtme Elisa Sviropali. Në bisedën mes tyre një nga temat kryesore ishte pikërisht besueshmëria e partneritetit në luftën kundër krimit të organizuar, ndërsa më 20 janar 2026 në Tiranë bërriti një ekip i Bundespolizei, një nga strukturat më të rëndësishme të Policisë Federale Gjermane, i cili zhvilloi takime punën në Shqipëri. Siç kuptohet, këto zhvillime janë sinjale që 2 javë më parë u konkretizuan me paralajmërimin e Policisë Federale të Gjermanisë për ndërprerje bashkëpunimi, për shkak të humbjes së besimit në konfidencialitetin e informacionit dhe në operacionet e përbashkëta kundër krimit. Në të njëjtën linjë shprehur edhe ish drejtuesi i SPAK Altin Dumani, i cili në parlament ka deklaruar se në disa raste bashkëpunimi me policinë ka qenë problematik për shkak të rrjedhjeve të informacionit dhe mos bashkëpunimit institucional.